Do të vazhdojmë të dashur dëgjues me kujdesin që duhet të tregojmë për shëndetin. E sot kemi zgjedhur të flasim për shëndetin që duhet t'i kushtojmë dhëmbëve, mishrave të dhëmbëve e gojës në tërësi. Sa kulturë kemi të mbajmë këtë shëndet e këtë higienë që pastaj mendoj që reflekton në gjithë shëndetin e organizmit. Shumë njerëz pasi përfundojnë një intervenim në gojë të një dhëmb, kujtojnë që duke nisur edhe për vetës, që përfundon gjithçka aty. Në fakt, gjendja post-operative është shumë e ndjeshme, shumë e rëndësishme, me shumë kujdes që duhet të trajtohet, sepse ne shumë shpesh i neglizhojmë gjërat e më vonë na bien mend kur na komplikohen shumë punët me shëndetin. Se sa i rëndësishëm edhe sa i ndjeshëm është procesi pas intervenimeve të caktuara, do të na tregoj sot doktor Visar Disha, stomatolog, specialist në 3 fusha specifike të stomatologjisë, e së fundmi edhe autor i një bashkautor në një libër ndërkombëtar, autor i një kapitulli me emrin Post-operative care ose kujdesi pas operacioneve në librin shkencor Surgical Techniques and Procedures, në qoftë se kam lexuar mirë anglisht, si edhe një nga profesionistët më të angazhuar në fushën e kirurgjisë orale dhe kujdesit pas-operativ në Kosovë. Doktor Disha, faleminderit shumë që erdhët. Ju faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes edhe një herë dhe fillimisht do më na tregu fushat me cilin doktor jemi të fol, në cilat janë specializimet më të ngushta të tua. Atëherë, për gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë në këtë moment, unë jam doktor Visar Disha, jam kirurg oral dhe implantolog, gjithashtu jam specialist i protetikës stomatologjike, ortodoncisë dhe ortopedisë e novullave. Prej shumë vitesh punoj në fushën e kirurgjisë rekonstruktive dentare, pra me pacientët që kanë humbur dhëmbët e njëherët me humbjen e dhëmbëve ata humbin edhe kockën, andaj qëllimi im kryesor është restaurimi i gjendjes kockore edhe i dhëmbëve, pra trajtimi pa dhëmsive. Shumë e ndjeshme kjo, po. Tash paramendo me hyrë në atë intervenim. Sa është e rëndësishëm ky kujdesi post-operativ pas ndërhyrjeve që bëhen në pacientë të caktuar? Pra suksesi i intervenimit kirurgjik nuk fillon dhe mbaron menjëherë në sallën e intervenimit, po ai vazhdon edhe tutje, domethënë me kujdesin post-operativ. Kjo është një pikë shumë e neglizhueshme nga pacientët, ku pastaj edhe suksesi do të varet edhe nga kujdesi që shfaqin pacientët pas saj. Sidomos pas ndërhyrjeve në kavitetin oral është shumë rëndësi evitimi i konsumimit të alkoolit edhe të duhanit, sidomos pas intervenimeve kirurgjike, pastaj ushqimeve të forta dhe të nxehta që munden me provoku gjakderdhjen, edhe aktiviteti fizik i menjëhershëm, pra rekomandohet pushimi. A keni pacientë disiplinuar? Edukimi i pacientit, domethënë para procedurës, është shumë e rëndësishme. Nëse ai edukohet në mënyrë të duhur, atëherë modomos do t'i di edhe përparësitë dhe disavantazhet, nëse nuk i ndjek këshilla. A kësaj natyre gjatë të punës? Natyrisht, po, domethënë, nuk kemi shumë të disiplinuar. Nuk kemi kështu në përgjithësi të disiplinuar. Në çfarë gjendje doktor ju vijnë pacientë që të sanojnë gojën e tyre, dhëmbët e tyre në këto situata? Vërtet nuk kemi një kulturë të përgjithshme të mirëmbajtjes. Shumica e dhëmbëve, domethënë, duke lënë në neglizhencë edhe dhëmbët hajtë se rregulloj, pastaj vjen tek ai stadi ku ka ndodhur humbja e madhe e dhëmbëve. Tash problemi nuk është vetëm humbja e dhëmbëve. Me heqjen e dhëmbëve humbet edhe kocka që e mbështet atë dhëmbë. Pastaj edhe fytyra futet më brenda, krijon ato rrudha, kemi deformime të ndryshme. Andaj sa më herët, domethënë, që të intervenohet pas humbjes së dhëmbit, aq më e lehtë do të jetë edhe procedura për sanimin e këtij problemi. Po, te këto intervenimet që i bënin me operacione të caktuara, edhe rekomandimet i jepni sigurisht mas operacionit se çfarë duhet me pas pacienti. Në çfarë raste pacientët duhet më shqetësu kur kanë një telashe, domethënë mas operacionit, ç'është duhet më ju kontaktojë? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Pacientët, domethënë, duhet ta kontaktojnë menjëherë mjekun nëse dhimbjet janë të mëdha dhe nuk pushojnë edhe pas përdorimit të antiinflamatorëve. Nëse ka gjakderdhje e cila nuk ndalet, pastaj nëse edema apo enjtja vazhdon edhe pas ditës së tretë, domethënë se enjtja duhet mos zvoglu në ditën e dytë, atëherë nëse ndjen edhe ndonjë shije apo erë të keqe nga goja, edhe nëse ka temperaturë, domethënë gjitha janë këto shenja që janë për më alarmuar që më shumë e bëni kontroll te doktori.
Po, e përmend këto deformimet që bëhen shpesh, mungesë të dhëmbëve, po pse është e nevojshme kirurgjia dentare ose risanimi komplet i nofullës edhe pastaj i dhëmbëve? Pra, shëndeti oral në përgjithësi, do të thonë ndikon edhe shëndetin e përgjithshëm. Humbja e dhëmbëve ka ndikim jo vetëm në të folur, në të ushqyer, po edhe në estetik. Andaj sanimi i këtij problemi e rikthen edhe atë cilësinë e jetës pacientit, një herët edhe vetbesimin. Pra nëse intervenohet shumë herët, atëherë mundësitë për shtimet e kockës do të jenë minimale. Sa më vonë që të lihet kjo, atëherë duhet të bëhet shtimi i kockës që më kriju një bazë kockore për me vendosë implante dentare. Ka një teknologji të avancuar, doktor Desha, në këtë punë që bëni ju, domethënë përpara nuk është folur shumë, kush ka ditur që mund të riparohet kocka e dhëmbëve për shembull. Edhe këto implante dentare që quhen edhe intervenime të arta, është një fushë goxha e avancuar në një arritje e avancuar në fushën e stomatologjisë. Ashtu shumë i rrethat, më thonë, është një standardi artë, se me implante dentare na zaventësojmë dhëmbët e humbur, nuk po kemi nevojë të sakrifikojmë dhëmbët, se zaventësimin e dhëmbëve mund ta bëjmë edhe me ura, po ne i sakrifikojmë 2 dhëmbë që gjenden aty afër, e me implant dentar kursehen dhëmbët, vendoset implanti edhe mbi të punohet pastaj ura, kurora apo edhe ndonjë protezë nëse defekti është më i madh. Unë kam parë edhe një intervenim që bëni me laser, edhe çfarë është ajo? Është e fundit kjo? Domethënë pa dhimbje këto. Laseri tash na ka mundsu, ka sjell shumë ndihmës, domethënë në stomatologji. Laseri na ndihmon edhe në trajtimin e problemeve qoftë me mishrat të dhëmbëve, duke i sterilizuar dhe dezinfektuar, domethënë ato bakterie që gjenden aty dhe shkaktojnë ato probleme. Pastaj e përdorim edhe për trajtimin e periimplantiteve. Tash tema më e re është trajtimi i problemeve me implante dentare, se edhe me implante nëse nuk vazhdon kujdesi i duhur, mund të shfaqet infeksioni i implanteve për atyre, pastaj procedurat për në kirurgji që shfrytëzojmë laserin është sepse gjakderja edhe gjakosja është shumë e vogël edhe është procedurë më pa dhimbje në krahasim me metodën konvencionale skalperin kur e përdorim. Doktor Desha, një fushë shumë e ndjeshme, për mua shumë e pa zbuluar, por më ka bërë shumë përshtypje edhe edukimi i pacientëve që i bëni një fushë, një kohë e veçantë ndoshta që duhet me u marr. Cilat mosha i keni më delikate që atakohen nga këto probleme që kanë me dhëmbët? Fatmirësisht tash vetëdijsimi mbi higjienën orale është rritur fal televizioneve, fal juve dhe mediave të cilat i japin një fokus veçantë kësaj teme. Mirë, po kisha më thënë moshat pak më të shtyra tani përballen me këto probleme, domethënë të humbjes edhe që i kanë humbur në rini, e ato i kemi tash pak më në fokus, pasi që atë kanë humbur kockë madhe, e rekonstruktimet janë pak më të vështira, domethënë për ta. E të fëmijët, ka nevojë këto intervenime? Tek fëmijët, me që kujdesi te fëmijët fillon me daljen e dhëmbëve të parë, domethënë është 6 mujore. Atëherë nëse ndjeket kjo, domethënë periudha e ndërimit të dhëmbëve edhe trajtohen ato, atëherë mundësitë për këto defekte kockore ka më qenë shumë më e vogël. Më ka bërë shumë përshtypje pjesëmarrja juaj në këto punimet shkencore që keni në kret në një konkurrencë globale. Është ky libër që vjen në kapitullin që ju keni botuar në kuadër të këtij punimi shkencor. Lexova për këtë libër, kishte një pjesëmarrje të mjekëve eminent nga shumë vende në botë, në një botim në Londër, një shtëpi botuese Intekopën, që kishte mira titull shkencor të botuar deri tani, edhe ju zgjodha për këtë më shumë të flisni, sepse nuk është e lehtë ndoshta të ju botohet një punim shkencor në atë konkurrencë. Kujdesi pasoperativ apo jo, që është një garë botërore, do të thosha, është nder për ne me u pranu në atë konkurrencë. Ka qenë kënaqësi me bashkëpunu me autorin kryesor edhe me mjekë të tjerë. Kjo punë ka qenë vazhdimsi e punëve gjatë 2 vite.
kam pasur nderin që këtë profesorin George Tsoufalas, i cili është profesor në Iowa të Amerikës, me taku në një kongres në Rom, ku pastaj diskutuam për mundësit për mi vendosë, do të thonë, të përvojat tona deri me tani, do të thonë, që kemi pas, unë me kujdesin postoperativ, do të thonë, kjo ka qenë parsore për mua që me pas sukses pacientet, edhe komenduam që me shërby ky libër si një urë ndërlidhse edhe mes pacientëve, po edhe mes profesionistëve shëndetësor, që me pas ata maletat edukimin e pacientit bas intervenimit kirurgjik. Po, edhe si është pritur kjo pjesë e punës tuaj në këtë libër? Me që unë jam pjesë e stafit akademik në katedrën e protetike stomatologjike të Universitetit të Prishtinës, është mirë pritur shumë mirë. Libri, do të thonë, tashti do të ndahet edhe me studentët, edhe këto përvoja që janë shumë, është libër shumë praktik, që mund të përfitojnë jo vetëm studentët, por edhe specialistët e LEMIS, edhe më gjerë. Do të thonë, është libër referent, është libër shkencor që mund ta përdorin ndoshta edhe studiosë të tjerë që mund të vazhdojnë, sepse pash edhe emra të njohur botror që kishin marrë pjesë në këtë fushë. Fusha juaj, do të thonë, e specializimit është kjo mbrojtja 3, do të thonë 3 pjesë që nuk janë të lehta. Keni pasur rast të merrni më të reja të fundit që ju ndoshta nuk i keni kaluar ose keni ende kërkime. Çka ju ka mbetur pa zbulu ende për problemet që ka kompleksiteti i shëndetit oral? Për momentin tani jam koncentru, do të thonë që me jap një kontribut më të madh, do të thonë shkencor akademik në fakultet. Tani jam përgatitje edhe të një libri për student, do të thonë kësaj radhe. A keni studentë mirë, profesor? Janë jashtëzakonisht mirë, do të thonë studentët e Universitetit të Prishtinës janë jashtëzakonisht mirë, do të thonë janë. A keni shumë në këtë dek? Në stomatologji, jo, do të thonë është një numër më i selektuar, studentët, do të thonë pra vinë ojka e studentëve, andaj është naci, do të thonë me punu me ta edhe me ndakë. Sa mirë, do të thonë aty jeni libër për student, po punoni? Po, tani do të thonë jam përgatitje për shkak të avancimit tim prej asistentit në profesor, pasi që kam përfunduar të gjitha, e kam pa tullës që me lën edhe një trashëgimi të vogël pra për student, pra një libër praktik, klinik, që besoj që do të botohet së shpejti. Do të kemi rast të bisedojmë edhe për atë libër. Ky kapitull mbani shumë përshtypje, sepse vërtet punimet shkencore të njerëzve tonë në një nivel botror të kësaj që është botuar në Londër nuk është e lehtë ndoshta të depërtohet. Është pak e çuditshme, doktor Disha, qysh ne kemi kaq njerëz të ditur e shkencëtar të njohur e pak, po m'duket a punoni ju me doktor tjerë mes vete, sepse në ekip e pak punohet. Fatmirësisht, domethënë po punojmë, po bashkëpunimi më i madh domethënë është me doktorë që janë nga jashtë vende, thonë kam pas atë mundësi domethëntar që kam përfunduar specializime edhe në vende të tjera përpas në Kosovë. Ke pa modelet. E kjo më ka pak dyer domethënë që me deportu edhe tek mjek të tjerë, domethënë që janë shumë mik prec. Okej. Një fushë shumë e ndjeshme, doktor Disha, nuk e di sa është nevojshme, po besoj që këtu keni këshilla shumë e dhanë. Qysh do ta kishim përmbyll këtë bisedë, se mëngjesi është pak i ngushtë me hapësirë, edhe para se me dhoni një këshill, po du me të pyet edhe një emocion personal. Qysh ndjehesh kur merr pjesë në një konkurrencë botrore? Është kënaqësi me prezantuar, më thon, vendin tonë, më thon Kosovën. Shkon si Kosova. Thonë ata ku është Kosova, shumë vesin. E kanë vendosur se vetë në hard, më thon, besoj që i fal gjithëve, domethënë që e promovojmë Kosovën, më thon është kënaqësi shumë e madhe, më thon, me prezantuar vendin tënd. Që është një përvojë jashtëzakonisht e mirë. Aty japim një këshill praktike pacientëve që kanë të lashe të kësaj natyre. Disa këshilla të vogla, domethënë nëse doni implante dentare që zgjasin me vite, kontrolli nuk duhet të mbaroj vetëm në klinikë dentare. Kujdesi duhet të vazhdoj edhe në shtëpi. Nëse vendosni domethënë në procedurat rekonstruktive për të shtimit e kockës, duhet të tregoni durim, domethënë patjetër që duhet të respektu rregullat për me pas sukses, me që është një fushë pak më e ndjeshme. Edhe normal mos më harru edhe kontrollet e rregullta edhe për dhëm, për pacientë që kanë dhëm të tyre, që mos më anashkalu, do të thonë, besoj që këto kishin qenë ato këshillat në shtëpi mandej ja u jep listën mjekut çka duhet me bëj, po dhe besoj që ato janë vazhdimisht në konsultim me doktorin e vet. Patjetër, më thonë ato janë rekomandimet e mjekut, po sido që të jetë pas intervenimeve kirurgjikale në kavitetin oral, më thonë në gojë, preferohet, më thonë, pushimi i aktivitetit fizik, më thonë
pacientit të pushoj. Konsumimi i lëngjeve edhe ushqimeve të buta, jo të nxehta, mos me shku me prek plagën me gish me pa çka është, aty është intervenu. Aty e din çka është, edhe normal përdorimi i akullit her pas here që me zvoglu ëndjen, edhe normal përshkrimet e mjekut duhet me qenë. A keni shumë pacient, doktor? A keni raste shumë? Kemi shumë raste, domethënë. Domethënë deformimet shumë ta janë bë përpara, që tash ju duhet me i sanu problemet e mahershme që s'kan ditë. Afshë sa kam rri shkenca. Faleminderit shumë doktor Disha, kënaqësi gjithmonë me ju pas, ju presim me librin e ri për student, kemë me pas se çka ka aty, edhe çfarë udhëzimesh jepni për të rinj tanë. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi me ju pas. Dëgjues dashur, bisedua me doktor Visar Dishën, është një prej stomatologëve që ka arritje në disa fusha në fushën e stomatologjisë. Post-operative care është kapitulli i tij, cili është botuar së fundmi në një grup, në një libër ndërkombëtar me një grup të mjekëve ekspert të kësaj fushë me kapituj të tjerë të veçantë. Ata, doktor Disha ka kapitullin pas operacioneve se çfarë duhet kujdesen. Ai është dëshmuar edhe një herë me përkushtimin e tij për të kontribuar në zhvillimin e shkencës mjekësore e për të ndarë njohuritë e tij edhe me komunitetin në Kosovë e në botë tashmë. Pra është një libër që është mbyllur, është botuar në një shtëpi botuese që kishte qindra e mira titull shkencor të botuar. Më ka bërë shumë përshtypje një shifër, dikun mbi 7600 libra e shumë bashkëpunime, mbi 197.000 autor nga universitetet më prestigjioze në botë kanë marrë pjesë në këtë shtëpi botuese që i ka botuar këto libra shkencor. Intek Open në Londër, e në mesin e atyre autorëve kishte personalitete edhe me çmime Nobel. Kështu pash në faqen zyrtare të kësaj shtëpi botuese. E fare në fund, ne e dim që kujdesi për gojen është jetik, jo vetëm kur kemi dhimbje të caktuara në dhëmb apo në mishra, por pa pasur edhe ndonjë shqetësim tjetër, duhet të kemi kujdes që të mirëmbajmë shëndetin, sepse parandalimi është gjithmonë më i lehtë se trajtimi dhe ju e dini këtë.